Regjimi iranian po lufton për jetën e tij në rrugët e Teheranit, duke mbushur rrugët me demonstrues të vdekur. Një nga momentet më kritike që nga viti 1979, ku forcat e sigurisë dhe civilët u vranë në protestë. Mijëra kilometra larg, ekonomia kineze po fillon të mbytet për shkak të kësaj situate. Këto dy çështje duken si palidhje, por më besoni, janë të lidhura ngushtë. Për 20 vite, Pekini mendonte se e kishte tejkaluar perëndimin. Duke u bërë blerësi i fundit për regjimet më të sankcionuara në botë, Kina siguroi një linjë shpëtimi masive energjie, me çmim të ulët që Shtetet e Bashkuara nuk mund ta preknin. Megjithatë, në vitin 2026 fatura për atë naftë të lirë më në fund po vjen. Tani, me kapjen e Nicolas Maduro dhe me vrasjen e protestuesve nga Republika Islamike, bota e Kinës po shpërbëhet. Me këto vende të paafta tani për të dërguar më shumë naftë, Pekini po përballet ngadalë me një të ardhme të errët. Kjo nuk është vetëm një mungesë e afërt furnizimi. Është një kolaps strategjik katastrofik. Për të kuptuar se si përfundoi Kina këtu, duhet të kthehemi disa vite prapa. Ngritja e Kinës është mundësuar gjithmonë nga nafta. Çdo fabrikë që u hap, çdo anije e mbushur me eksporte, çdo linjë prodhimi kishte nevojë për karburant për të funksionuar. Nafta bruto e shndërroi Kinën nga një vend kryesisht agrar në një vend fabrik të botës dhe ky realitet nuk ka ndryshuar për disa dekada. Sot, Kina konsumon më shumë naftë se çdo vend tjetër përveç Shteteve të Bashkuara, duke importuar mbi 10 milion fuqi në ditë vetëm për të mbajtur ekonominë e saj në punë. Kjo varësi është më shumë se një statistikë, është pikë presioni. Kur nafta rrjedh pa probleme, ekonomia gumzhin, kur nafta shteron, ngadalsohet gjithçka. Transporti shtrëngohet, kostot rriten, fabrikat hezitojnë. Sepse nafta nuk është vetëm energji për Kinën, është gjaku i jetës së zhvillimit të saj dhe në të njëjtën kohë dobësia që mund të ngadalsojë të ardhmen e saj. Në kulmin e bumit të Kinës, Pekini besonte se kishte gjetur një zgjidhje për të adresuar këtë dobësi. Në vend që të konkuronte për naftë të shtrenjtë dhe tregje të hapura, Kina zgjodhi një rrugë tjetër. Do të blinte më shumë se kushdo tjetër, por do të paguante më pak se të gjithë të tjerët dhe do të siguronte furnizim pavarësisht nga sanksionet apo presionet politike. Strategjia ishte e thjeshtë, të ndërtonte marrëdhënie aty ku të tjerët tërhiqeshin. Për këtë qëllim, Kina nuk bleu vetëm naftë, ajo ndërtoi rrjete. Irani, Venezuela dhe prodhues të tjerë të sanksionuar u bën pjesë kyçe të këtij sistemi. Ndërsa vendet perëndimore shtrënguan kufizimet, Kina hyri si blerësi i fundit, duke rrëmbyer në heshtje fuqi me çmime të ulta, duke zgjeruar ndikimin e saj. Askund nuk kishte më shumë rëndësi strategjia se sa në Iran. Ndërsa sanksionet u shtrënguan rreth Teheranit, Kina mbushi boshllokun. Ajo u bë klientja më e madhe e Iranit, duke bler miliarda fuqi me çmime të ulta, duke nënshkruar marrëveshje afatgjata që shumica e vendeve i shmangnin. Në fillim, dukej si një tregti e përsosur. Kina mori naftë të lirë. Irani mori një litar shpëtimi jetik për ekonominë. Megjithatë, me kalimin e kohës, ky rregullim pushoi së qeni një mundësi afat shkurtër dhe u bë strukturor. Nafta bruto iraniane filloi të furnizonte me energji fabrikat kineze, anije dhe të mbante në lëvizje qytetet në rritje. Ajo u bë pjesë e ritmit të përditshëm të ekonomisë së Kinës, por kjo mbështetje erdhi me një kosto. Pasi nafta iraniane tani përbën një pjesë të konsiderueshme të importeve të Kinës, duke e lidhur Pekinin me një vend të njohur për tensionet politike dhe tronditjet e papritura. Në letër, marrëveshja duket efikase dhe e guximshme, por në realitet, ajo e lë Kinën të ekspozuar. Nëse gjeopolitika ndryshon ose furnizimet lëkunden, ndikimi do të jetë i menjëhershëm. Rritja e Kinës tani mbështetet në rrjedhën e naftës që mund të ndërpritet brenda natës dhe kjo brishtësi po vihet në provë. Irani po kalon një nga periudhat më të paqëndrueshme të tij në vite. Protestat janë përhapur në qytetet kryesore. Ndërsa jeta e përditshme bëhet më e vështirë, inflacioni është rritur mbi 45%. Riali ka humbur më shumë se gjysmën e vlerës së tij në një vit të vetëm dhe mungesat po godasin familjet dhe bizneset njësoj. Ajo që filloi si zemërim për çmimet e ushqimit dhe karburantit, është shndëruar në sfidë të hapur ndaj qeverisë. Ndoshta mund ta quajmë revolucion. Kjo trazir nuk është vetëm politike, por është ekonomike në thelbin e saj. Në këtë situatë, mbajtja e industrisë masive të naftës në funksionim normal bëhet shumë më e vështirë dhe nafta është i vetmi sektor që Irani nuk mund ta përballojë të humbas kontrollin. Fatkeqësisht për Kinën, kjo krijon një problem serioz. Gjatë viteve të fundit, Pekini është bërë shpëtimtari kryesor i Iranit. Pavarësisht sanksioneve, Kina ble pjesë më të madhe të naftës e eksportuar të Iranit, shpesh me çmime 5 deri në 10% nën standardet globale.
Dërgesat janë luhatur në rreth 2 milion fuqi gjatë muajve të fundit. Nivelet më të larta të regjistruara ndonjëherë midis dy vendeve. Për rafinerit kineze, ky furnizim i lirë ka zbutur luhatjet e çmimeve globale dhe u ka kursyer kinezëve miliarda. Pra, për Pekinin rreziku i humbjes së naftës iraniane nuk është vetëm një problem logjistik, është një katastrofë financiare. Dhe sa më shumë që Kina mbështetet tek Irani, aq më shumë ajo përthith edhe paqëndrueshmërinë e tij. Pasi nafta varet nga stabiliteti dhe tani stabiliteti është i pamjaftueshëm. Nëse protestat arrin në rafineri, tubacione apo terminale eksporti, prodhimi mund të ngadalësohet dhe dërgesat mund të ndalen. Ajo që dikur dukej si një pazar i zgjuar për Kinën, tani përftohet si një rrezik, me një pjesë të konsiderueshme të importeve të naftës bruto të Kinës të lidhura me Iranin. Edhe një ndërprerje e shkurtër do ta detyronte Pekinin të kërkonte zëvendësime me çmime më të larta, diçka që e kanë shmangur për vite me radhë. Ndërsa Kina po djersit në heshtje për fuqi që mund të mos shfaqe më kurrë. Drama energjitike po troket. Sistemi i naftës i Iranit nuk është shembur plotësisht ende, por është zbehur tashmë besimi. Megjithse puset ende pompojnë dhe portet mbeten të hapura, monedha e vërtet dhe besueshmëria janë zhdukur. Aktualisht, firmat e transportit detar hezitojnë të dërgojnë anije në portet iraniane. Siguracionet po tërhiqen, primet po rriten dhe çdo udhëtim kushton më shumë. Edhe tregtarët dhe ndërmjetësit, djami që e mban në lëvizje këtë tregti në hije, po bëhen gjithnjë më të kujdesshëm. Ajo që dikur dukej si një rrjedhë qëndrueshme nafte e lirë, tani ndihet e pasigurt. Çdo dërgesë mbart një pikë pyetje dhe për Kinën. Llogaritë kanë ndryshuar. Kina nuk po importon më vetëm naftë të papërpunuar me çmim të ulët. Pekini po importon edhe paqëndrueshmërinë e Iranit. I njëjti model që kemi parë me Iranin përsëritet edhe më fuqishëm në Amerikën Latine. Krahas Iranit, Venezuela u bë një pjesë kyçe e planit të Kinës për të siguruar naftë me çmim të ulët nga vendet në sanksione perëndimore. Vitin e kaluar, gati gjysmë miliard fuqi në ditë shkonin drejt Kinës. Për Pekinin, nafta venezueliane ishte më shumë se sa thjesht karburant i lirë. Ishte pjesë e sistemit të ndërtuar për të mbrojtur Kinën nga presioni perëndimor dhe për të mbajtur kostot e energjisë të ulta. Lidhjet midis dy vendeve datojnë në vitin 2007, nën Hugo Chavez, kur Kina dhe Venezuela nisën financimin e mbështetur nga nafta përmes fondit të përbashkët Kinë-Venezuelë. Ideja ishte e thjeshtë. Kina do të dërgonte para në dorë për projekte dhe mbështetje buxhetore dhe Venezuela do ta paguante me dërgesa nafte. Deri në vitin 2014, kreditimi total kishte kaluar vlerën $60 miliard. Madje në vitin 2016, Venezuela kishte ende borxh mbi 20 miliard. Pagesat ishin të lidhura me fuqi nafte, jo vetëm me para, që do të thoshte se të dyja palët ishin të lidhura së bashku për një kohë të gjatë. Pjesa më e madhe e naftës bruto të Venezuelës vjen nga brezi i Orininokos. Është shumë e rëndë, e trashë dhe e thartë, gjë që e bën të vështirë rafinimin. Për ta përdorur atë, Kina duhej të përshtatej. Pra, rafineritë e saj shtuan njësi përpunimi dhe sisteme desulfurizimi, veçanërisht në fabrikat e pavarura në Shandong. Gjatë gjithë kësaj kohe, çajnikët investuan në tanke përzierjeje, për të përzierë naftën venezueliane me naftë të lehtë bruto nga lindja e mesme. Shumë operator fitonin vetëm $2 deri në $5 për fuqi, kështu që çmimi i ulët kishte rëndësi. Me kalimin e kohës, kjo u integrua në sistem, teksa u ngritën fabrika për naftën venezueliane. Logjistika u përshtat për ta trajtuar atë dhe tregtarët mësuan ta lëvizin atë përmes rrugëve gri, për të shmangur sanksionet. E gjithë kjo, për të thënë se Kina krijoi një zinxhir të tërë furnizimi rreth Venezuelës. Tani kjo varësi po has probleme. Arrestimi i Maduros e ka lënë Venezuelën politikisht të dobët. Rodriguez është në krye vetëm në letra, por qeveria është ndarë dhe Washingtoni tashmë po lëviz për të ridrejtuar naftën venezueliane në Amerikë. Kjo do të thotë që gati 400.000 fuqi në ditë, në të cilat mbështetet Kina, reduktohen dhe dërgohen diku tjetër. Kreditë e Kinës për Venezuelën janë të lidhura me furnizimet e naftës. Kur fuqit nuk shkojnë në Kinë, projektet e përbashkëta ngrihen. Ndikimi që dikur duke i garantuar sot është hedhur në erë. Në vend të ndikimit, Pekini mbetet duke mbajtur rrezikun me më pak mjete për të zgjidhur problemin. Ajo që dikur dukej si një mbrojtje e zgjuar e Venezuelës kundër sanksioneve, tani shndërrohet në kurth. Kriza e Venezuelës ka goditur zemrën e linjës së jetës energjetike të Kinës. Për një vend që importon më shumë se 10 milion fuqi në ditë për të mbajtur ekonominë e tij në punë, ky lloj shoku nuk është vetëm i papërshtatshëm, është i rrezikshëm. Ajo që e bën edhe më fatal pozicionin e Kinës është fakti se lidhjet e naftës të Kinës me Venezuelën nuk po dobësohen. Ato u ndërprejnë brenda natës.
Ajo që Pekini shpenzoi për gati 2 dekada duke ndërtuar përmes diplomacisë, kredive dhe ndryshimeve në rafineri, tani është në rrezik të shembet brenda vetëm pak javësh, jo vitesh. Kjo situatë u shtrëngua edhe më shumë kur administrata Trump i dha udhëheqëse së përkohshëm të Venezuelës, një zgjedhje të vështirë. Shtetet e Bashkuara i thanë asaj se Venezuela duhet të ndërpresë lidhjet ekonomike dhe të naftës me Kinën, Iranin, Rusinë dhe Kubën dhe të punojë ekskluzivisht me Washingtonin për prodhimin e naftës. Nga ana tjetër, edhe vetë Rusia është nën presion. Lufta e gjatë në Ukrainë ka shtëruar paratë dhe burimet, ka shkaktuar valë sanksionesh dhe ka lënë ekonominë dhe infrastrukturën e saj nën presion. Fushat e naftës në Siberi po plaken dhe po prodhojnë më pak. Tubacionet kanë nevojë për riparime të kushtueshme dhe sanksionet kanë bllokuar aksesin në teknologjinë kryesore perëndimore që do të ndihmonte në ruajtjen e prodhimit. Çdo fuçi nafte që Kina ble varet nga një sistem që po tregon dobësi, përkrah sanksioneve. Shtetet e Bashkuara dhe Europa kanë vendosur kufizime të mëdha për energjinë ruse, duke përfshirë kufizime çmimesh dhe kufizime në sigurimin e transportit detar. Për të vazhduar shitjen e naftës, Rusia është drejtuar të një ashtu quajtur flotë hije e cisternave të vjetra që operojnë jashtë sistemeve normale të sigurimit dhe sigurisë. Këto anije shpesh lundrojnë nën flamuj që tërheqin pak vëmendje, që ndjekin rrugë të gjata indirekte për të transportuar naftë te blerësit si Kina. Edhe ky litar shpëtimi po shkurtohet. Venezuela po i drejtohet drejt Shteteve të Bashkuara dhe tani Rusia. Furnizuesi i fundit i madh është vetë i shtrënguar nga sanksionet dhe presioni global. Kina është lënë e lidhur me një partner, e ardhmja e të cilit është e pasigurt dhe rrjedhat e naftës së të cilit janë të kapura në rrezik ligjor dhe politik. Betejë e Kinës me naftën po përkeqësohet nga Shtetet e Bashkuara. Dhe Pekini e di mirë këtë. Ajo që filloi si një rivalitet mbi tregtinë dhe teknologjinë, tani është përhapur në energji, ku veprimet e Washingtonit po i ndërpresin linjat e furnizimit Kinës, njëra pas tjetrës. Irani është shembulli i parë. Shtetet e Bashkuara kanë shtrënguar sanksionet ndaj naftës iraniane për vite me radhë, dhe këto rregulla nuk synojnë vetëm Teheranin. Ato gjithashtu kërcënojnë çdo që blen naftë të papërpunuar iraniane, përfshirë rafineritë kineze që varen nga kjo naftë. Kjo do të thotë që çdo dërgesë shkon me rrezik në Kinë. Për më tepër, paralajmërimet e Amerikës për sulme në centrale bërthamore qëndrojnë në sfond, duke rritur edhe më shumë rreziqe. Çdo kërcënim shton rrezik për sistemin e naftës së Iranit, nga portet tek tubacionet, e deri tek rrugët e transportit detar. Për Kinën, ky është një problem serioz, pasi ekziston një frikë e vazhdueshme se një vendim në Washington ose Tel Aviv mund ta ndalë rrjedhën brenda natës. Pekini mund të protestojë dhe të negociojë, por fjalët nuk i lëvizin cisternat. Kontrolli i rrugëve të transportit detar, porteve dhe siguracioneve ndodhet diku tjetër. Ndërprerja e naftës nga Irani dhe Venezuela e bën të qartë, dhe gabimi i Kinës është tani i dukshëm. Bastet mbi furnizuesit e paqëndrueshëm nuk e bën Kinën më të sigurt, përkundrazi e lanë të ekspozuar. Siguria energjetike nuk ka të bëjë me marrëveshje të guximshme apo me naftë të lirë, por ka të bëjë me besueshmërinë. Në fund të ditës, realiteti është se libri i vjetër i strategjisë së Pekinit është grisur. E vetmja rrugë e mbetur për Kinën që me të vërtet funksionon, është ajo që Kina e shmangi për 2 dekada. Pra rruga që të paguajë më shumë, të shpërndajë rrezikun dhe në fund të blejë nga vende që nuk kanë nevojë për një revolucion apo një grup transportuesish amerikan, për të mbajtur naftën në qarkullim. Strategjia e administratës Trump për të goditur Kinën në ekonominë e saj duket geniale, brillante dhe me efikasitet të menjëhershëm, me ndikim direkt në linjën prodhuese të saj. Strategjia e globalistëve leftist për të ngritur perandorinë e tyre të ardhshme në Azi, me epicentër Kinën po merr fund. Kina është këtu sot, sepse kështu kanë dashur perëndimorët paraardhës të Trumpit, Melonit, Orbanit, Marine Le Penit dhe të së djathtës konservatore në përgjithësi. Epokë e re. Çdo mendim dhe opinion tuajin do të donim ta lexonim në komente. Ju falenderojmë që jeni dëgjues dhe ndjekës edhe të këtij kanali. Mast Channel. Please subscribe.